O ju robër të Allahut, na ka tregu Allahu xhelle wa ala në librin e tij se një prej misioneve dhe qëllimeve më të mëdha të iblisit është që ti largon njerëzit nga mirënjohja e tyre ndaj Zotit xhelle wa ala. A keni pa o vëllezërit e mi, njeriu 60 vjet jeton me shëndet, natën edhe ditën kujdeset Zoti i Madh për shëndetin e tij. Një herë e godet një sëmundje dhe shkon dikund atje në Shkup, në një spital për spitaleve me emër, dhe bëhet shkak një mjek që ta shëron atë. Nuk shkon një tubim prej tubimeve dhe një mexhlis për mexhliseve të thot filani prej doktorëve më shpëtoi mua. A e harrove Zotin tënd që të shpëtoi për 60 vite, dhe në fund po ai Zoti i Madh xhelle wala bëri filanin që të jetë shkak në shërimin tënd, dhe përsëri robi shkon edhe ja atribon shëndetin dikujt tjetër pas Allahut. Kjo ju vëllezërit e mi, se siç thash, një prej misioneve më të mëdha të iblisit është që të vaharon njerëzve Zotin xhelle wala, që njerëzit aman në pasurinë e tyre të thonë kam trashëgimi prej babas, në diturinë e tij të thotë e kam aftësi për vetes time, apo të thotë janë këto diduart e mia, në shëndet të thotë filani më shëroi. Po ku është Allahu xhelle xhelal? Ku shkoi Zoti subhanahu wa taala? Jo o vallahu im, gjithçka e ke prej Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhelle wala kur flet në Kur'an për misionin e iblisit alayhi la'natullah, thot alayhi min Allahi al-la'natu wat-tard min rahmeti, thot Allahu xhelle wala se iblisi ka thënë wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an shama'ilihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. O Allah, unë do t'ju vi njerëzve prej para dhe prej pas dhe nga e djathta dhe nga e majta, vetëm që të mos i gjesh njerëzit falemderues dhe mirënjohës. Pra gjithçka do të bën iblisi, o ju vëllezërit e mi, vetëm që një herë njerëzit mos ja atribojnë mirësitë Allahu xhelle wa ala. O ju robër të Allahut, thuaj që pasurinë ma ka dhënë Allahu xhelle wa ala.